Mbyllja e qeverisë amerikane ka nisur të sjellë pasojat. Administrata Trump njoftoi se do të fillojë të pushojë nga puna punonjësit federal, pasi të mërkurën republikanët dhe demokratët në Kongres nuk arritën të bien dakord për një plan të ri shpenzimesh brenda afatit. Republikanëve u duhet mbështetja e të paktën 7 demokratëve për të zhbllokuar situatën, por ka pak shenja që secila palë të jetë e gatshme të bëjë kompromis. Në një konferencë për shtyp në Selinë e Bardhë, zëvendës presidenti J.D. Vance akuzoi demokratët se po bëjnë lojra politike. Nëse janë kaq të shqetësuar për efektin që ky bllokim ka tek populli amerikan dhe duhet të jenë, ajo që duhet të bëjnë është të rihapin qeverinë, jo të ankohen për mënyrën se si reagojmë. Tha ai, duke bërë me dije se nëse situata zgjat, shumë punonjës do të përballen me pushim të përhershëm nga puna. Shkurtimet masive të vendeve të punës do të ndodhin brenda 2 ditësh. Ndonjëherë disa gjëra je i detyruar t'i bësh, tha sekretarja e shtypit Caroline Leavitt, duke akuzuar demokratët se janë ata që i kanë vënë në këtë pozitë. Si pjesë e mbylljes së qeverisë, edhe në shenjë hakmarrjeje, administrata Trump ngriu një 26 miliard dollar fonde për shtetet e drejtuara nga demokratët. Këta të fundit duan të sigurojnë garanci për financimin e kujdesit shëndetësor, përpara se të bien dakord për një marrëveshje shpenzimesh, ndërsa republikanët kërkojnë të përdorin një masë të përkohshme për ta mbajtur qeverinë të hapur deri në mes të nëntorit. Sipas këtyre të fundit, përparësi është mbajtja e qeverisë së hapur dhe jo përfitimet e kujdesit shëndetësor.